Berisha aty tha që unë kam parimet e mia. Nëse ka njeri që nuk ka parime dhe ka një munges kohezioni, do e thënë koherence, do e thoja, në qëndrimet e tij është Sali Berisha, është ekselent do edhe në këtë aspekt. Vjen keq që e them këtë, se kemi punuar për kohë shumë gjatë bashkë, por ky është realiteti i tanishëm dhe prandaj nuk jemi bashkë. Sepse Sali Berisha kur e ka pyetur Blend Fevziu te opinioni, a mund të jeni ju parti konservatore? E ka thënë që ne nuk mund të jemi parti konservatore, sepse duhet të jemi parti popullore, të kemi spektër më të gjerë siç janë partitë tona si motra evropiane. Parti popullore komuniste. Ju desh nga halli që e zuri, do e thënë, ju desh të bënte foltoren, i erdhi dikush nga Amerika, i dha disa teza për konservatorizmin, u kujtua, ju dukën tezat mira këto që tha për familjen, për zotin, për pronën e tjerë. I përdori tezat dhe i shpërdori të gjitha, të lutem. Tani, pse bëri Sali Berisha këtë hap, duke vendosur Belerin dhe duke shkelur parimet e tij si kryetar bashkinë i madh. Ai që ka parime nuk ishte keq. Po pra, Berisha është makiavelist, është i mbështetur te teoria e Machiavellit në raport me pushtetin. Nuk ka rëndësi mjetet, rëndësi ka qëllimi. Në rastin konkret, një minutë. Në rastin konkret, të lutem. Të të korrektoj pak. Të lutem. Deri ku shkon? Qëllime të mira. Berisha çfarë bën? Berisha si duhet Greqia. Në momentin kur ishte izoluar, patjetër që mbështetjen e Greqisë e ka marrë. E ka marrë. E ka pasur, do të thënë që në momentin që ka qenë. Ja që ka marrë gjë. Ka bërë lëvizje pragmatiste për interesin personal. Për të çarë rrethimin se Berisha para se sa të merrte vulën deri në qershorin e vitit kaluar, ka qenë më izoluar se çka që në Enver Hoxha në regjimin komunist. Tani ti mendon që lobi grek në Greqi, në Amerikë e mbështet doktorin për të hequr Novgradën. Patjetër, mbështetin, nuk do të arrijnë dot t'ia heqin Novgradën. Nuk do t'ia heqin dot Novgradën, e mbështesin dhe do ta mbështesin dhe Berisha këtë gjë, do të thënë ka bërë vetëm për interesin personal. Pra, ka hequr dorë nga patriotizmi, ka hequr dorë nga deklaratat e pse ka qenë patriot? Ka qenë patriot? Ky ishte perceptimi ka qenë perceptim e fortë, jo. Po ne tani më them, është ka qenë perceptim më i lirë. Ka qenë perceptimi sikur ka qenë më patriot se Nano. Po si më pse nuk e dishim ne kontrabandën naftëse? A e di kontrabandën naftës? Patrioti e po kontrabandën naftës. Tani më dëgjoj pak. Tani perceptimi i qytetarëve ka qenë që Berisha ishte më patriot nga Nanoa, Berisha ishte më i ndershëm se Nanoa, Berisha ishte më i ndershëm se Rama. Ishte percepcion, por nuk ka qenë. Perceptim pra po të them. Dhe pse? Sepse diçka ndodhur në politikën shqiptare, ka ndodhur dhe vazhdon të ndodh, vritet mendimi. E drejta u hiqet njerëzve drejta për të menduar. Këtë gjë po bën dhe Rama sot në pushtet, më fal në fushat, këtë gjë ka bërë Berisha, këtë gjë po bën dhe Berisha sot. Këta nuk i lën njerëzit të mendojnë, se po të mendojnë njerëzit votat vetë e partitë e reja. Dhe të këta të kanë avantazhe, të gjitha dizavantazhet e tyre këta i kanë avantazhe.